kuptimi i sunnetit, ma'na sunna, kuptimi i sunnetit, thotë Sheikh Abdul Buhari, kuptimi i sunnetit në aspektin gjuhësor është sjellja ose jeta, qoftë e mirë apo e keqe. Po ashtu edhe rruga e një personit, e mirë ose e keqe. Kurse kuptimi i sunnetit në aspektin terminologjik, te pjesa e madhe e njerëzve të hadithit është çdo gjë që i atribohet pejgamberit alayhi salatu wasallam prej fjalëve së tij, veprave dhe miratimet. Dhe po ashtu cilësitë të lindura që i ka pas dhe cilësitë dhe moralet. Do thonë çdo gjë prej fjalëve, veprave, miratimet, cilësitë që i ka pas të lindura dhe moralin të tij. Çdo gjë do të thonë llogaritet si sunnet. Po ashtu thotë Sheikh Abdul Buhari se sunneti, termi e sunna, ka disa kuptime. Kuptimi i parë është kuptimi i përgjithshëm që përfshin tërë fen. Thuhet fjala sunna është për qëllim Kurani dhe sunneti. Këtu bën pjesë hadithi famen raghiba an sunneti falaysa minni. Ai do thonë që e kundërshton sunnetin tem, nuk është prej meje. Do thonë që e kundërshton atë që kam sjell unë. Çka ka soll pejgamberi alayhi salatu wasallam, siç palde prej Allahut subhanahu wa taala, Kur'anin dhe sunnetin. Kjo e para. E dyta, kuptimi prej kuptimeve të es-sunna ku thuhet, është ato kuptime kur përdoret fjala sunna në përballje ose kundërshtimin e bidatit. Në përballjen dhe kundërshimin e bidatit. Dhe këtu thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, që njeriu është në rrugën e sunnetit, si kur thuhet fulanun ala sunna. Do thonë, filani fisteku është në sunnet. Çka do thotë? Do thonë që nuk është në rrugën e bidatçive, nuk është në njeri që vepron bidate. Dhe po ashtu kuptimi i tretë, thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, vjen në kuptimin e çështjeve të lejuara, çështjeve të pëlqyera dhe çështjeve që janë për detyrë. Dhe këto përdoret më shumë te el fuqaha. Dhe po ashtu kuptimi i katërt dhe i fundit, thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, përdoret si burim prej burimeve të shariatit. Do thonë kur thotë sunna, është në disa raste qëllimi se është burim prej burimeve të shariatit. Do thonë se është Kurani burim prej burimeve të shariatit, edhe sunneti është burim prej burimeve të shariatit. Dhe thotë Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, ai kuptim që është më përmbledhës, është kuptimi që kanë thënë dietarët e hadithit në definicionin e termit e sunna. Do thonë që janë çdo fjalë, vepër, miratim, cilësitë të lindura dhe moralet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.